këthy përfundimin që Kosovë me jetua? Po, jam këthy se unë jam lind adë në Gjermani, e kom kry shkollën, kom studiu, do më thonë kreti kom kry atje, amo apet dashnia për muzikë kënë shumë e madhe se çdo sen që më ka majtë në Gjermani. Po du me të pyt në qëfar zhandit muzikës të pëlqen, qëka knojnë, qëka bënë, ku të flenë shpirti mas shumë të ty? Me të kallëzu drejt, s'ka me që një zhandër adën, po kom qef mu provu gjithkon, me pruna i stil ndryshe në Kosovë, Shumë ka diçka nevojë. tjetër adën. Për që ata dhe vetë, une kur ngoj kongët për shembull, nuk ngoj me Grevish shqip. pak ma qiknej? Po, gjithë. Ajo mirë qëtash? Qëtash na perfekt, po Okej. mdohet. Po kam qef me provu gjdo sen adën, mi kallëzu njerëzit që s'është veç një stil njëjti, po Mund është me eksperimentu, gjithë shka me, se po, për shembull, une po di me bo balada, po di edhe me hin rap, po di edhe me shku në Airbnb, këtë stilin po du pak me prunë. A je para në familje që miresh me muzikë? A Jo, ki pas dikën tjetër? babin e kam inspirim, se Okej. babi jem është këngëtar, edhe kjo është këngëtar. Edhe kështu, babi jem gjithë kur shkojshe ne për muzika, neve si fmina ka marrë me veti, amo babi jem gjithë më ka thonë, te ki mu po këngëtar ja ti, ja kërkoshe që familje. E qështë është qështu me pas babin si mbështetjen ma të madhe në profesion tonin edhe me ndo bashkë të dy të njëjtin profesion. Sa të ndihmon që kjo? Me të Me u kallëzu këshilu, me marrë këshilla për Me këtë të kallëzu profesion? drejt, shumë jam me falendrus që babi jem është këngëtar, se më duket për ndryshë se kisha pas qatë qlet më këthy në Kosovë, se babi jem vetë e ka përjetu që të sen, edhe për që ata edhe më ka nejtë gati shumë, se ka ditë kur ti për një me e ki andër, se une për një me edhe andër edhe në gjak e kam, amo apet vyj një farë për shtypja edhe për më këthy krejt. Amo babi më ka supertu ekstrem, edhe jam shumë, edhe në gjithë pithë më falim nderit shumë që më ke lonë, se me kon ashta naj prindi tjetër, që si këngëtar vetë, së më kish lonë ashta. Po du me të pyt diqka. Po, Shumica e këngëtarve kanë qef me dalë prej Kosovës, me shku jashtë, me dëpërtu jashtë, ti ke ardhë në Kosovë. Qysh po të do këtë Kosovë, që sa je, qysh po të presin, apo mund është mu ambientu me jetën? A je kone mësu me prej Bile që pushimeve? me siguri mundet me kone edhe një pyetje që e kanë krejtë shiku se mi të regu dikuj që prej Gjermanisë ki ardhë në Kosovë, ki dash ndështa me hi në treg Gjerman, e ka një parë pikë pyetje, thojmë, pse s'shkoj ajo këto, po e zgjedhi Kosovën. Po me të kallëzu drejt, unë kam pyet shpesh, pse si jom jetë në Gjermani, adene pse se kom vazhdu muzikën atje, po zdi, për mu Kosova konë gjithë nëmër një për muzikë. Dyqysh na adin, artistat Kosovës gjithë kam pas të qka veçanë që na jena adol me njerë edhe e kena pas një farë stili vetë, e këta Gjermanisë mu jonë të mira, krejt jonë të mira, amo mu shumë ka të rekë, fix. Amo kështu me të kallëzu drejt, kur unë edhe para se me ardhë në Kosovë komplet me jetu, jom konë gjdo muj këto në Kosovë. Do më thonë, sa herë e kom pas pushimin e shkollës, me njerë jom ardhë. S'kom mujtë, me nejtë atjes, s'kom nejtë rahat.